Mirëmëngjesi shikues të Koha Vizionit, unë jam Erza dhe tani do të kemi një lidhje me Viber me zonjën Liridona Siarina, të cilët kolektivi për mendim dhe veprim feminist kanë paralajmëruar një protest kundër shtrejtimit të rrymës dhe për më shumë detaje besoj që zonja Liridona po na dëgjon tash. Mirëmëngjesi Erza. Mirëmëngjesi zonja Liridona, a mund të na tregosh çfarë e shkaktoi këtë protest sot? Po, në sot e kemi thirrë këtë protest bashkë me grupin përpjekje dhe një grup të aktivistëve për me ju përgjigj paralajmërimeve për rritje të rrymës. Ne kemi pa që së ka qarkullu kërkesa që me u rrit rryma prapë për 20%, rritje kjo që është e papërballueshme dhe pa tolerueshme për neve si qytetarë. Andaj, duke i ditë avazin e vjetër që vese ka keci së bashku me ZRE-n, ne po e shohim si moment i cili mundet me ba që kjo rritje radhës me u ndalu. Andaj, duke qenë që ajo është në fazën e diskutimeve, na si qytetarë duhemi me tregu kundërshtimin tonë kolektiv. Edhe kjo protest është veç një hap i parë, i cili është hap i parë që e kumton pakënaqësinë tonë dhe rezistencën tonë nëse një gjë e tillë mirët seriozisht, po është diçka që fton në një organizim më sistematik. Ne kemi pa dhe dim shumë mirë se ajo që pritet me ndodhë është që kjo çështje të ndodhet në publik pritet me pas një reagim virtual ose jo. E mandej ZRE-ja e vazhdon këtë zanatin e vetë, edhe na e miratën këtë çështje diku ka prilli, atëherë edhe kur ulën temperaturat edhe na e ndjejmë pak këtë rritje të qenë që dhe kostoja e çmimit të energjisë bjen. E na po dojmë me jakput këtë çështje qysh në fillim. Andaj, është më rëndësishme që sot i madhe i vogël vedal para kecit edhe me protestu dhe me kundërshtu këta. Për shkak që me këtë rritje të çmimit të rrymës kanë me u rritë edhe më shumë çmimet e krejt produkteve dhe shërbimeve që i marrim. Edhe jeta do na bëhet edhe më e pamundshme se sa që është për momentin. Edhe pse do rritet paga minimale, nëse rritet kjo, veç do të shkaktojë inflacion edhe më të madh. Kështu që është jetike që sa më shumë njerëz me dalë, me shpreh pakënaqësinë e tyre edhe me u organizu kundër kësaj çështje. E përmendet që do të ndikojë edhe në çmime tjera, në rritje të çmimeve të tjera, po a mendon se ky shtretim ndikon në buxhetin e qytetarëve dhe ose a ke hasur ndonjë ankesë të qytetarëve që kanë pas këtë problem ose këtë shqetësim? Rritja e vitit të kaluar që ka qenë 16.1% besë e ka rëndu xhepin e qytetarëve, po flasim edhe personalisht secili prej nesh e ka ndje rritjen, edhe nuk është një rritje e vogël për shkak që rritja e rrymës që ka ndodhur vjet ka po që me qenë edhe një efekt zinxhiror që i ka shoqëruar këtë sektorët. Kjo edhe ka ndikuar që me u spekulu shumë çmime, që besoj e ndjejmë secili sepse shporta e jon e mujore, veçse është dashur me utkur ose është dashur me ju adaptu, po dhe ne është dashur me përdor strategji të ndryshme për me mujt me mshel muj në një mënyrë që nuk jesim pa rrymë edhe nuk jesim pa produkte bazë. Kjo rritje e paralajmëruar veç do e përkeqësoj këtë gjendje. Edhe po flasim për një rritje brenda 2 viteve nëse shkon me këtë skenar prej 30%, pra është prej 36%. Është një rritje jashtëzakonisht e madhe, edhe është një rritje që nuk e reflekton realitetin energjetik në Kosovë. Neve po na thuhet që ka kriza, duhet importu ose kjo i reflekton çmimet në treg. Megjithatë, na e dim fare mirë se çysh ndodh këtë prodhimi, distribuimi i energjisë elektrike, edhe dim që Keku që është aset kombëtar vazhdon me jashit me po të njëjtin çmim megavatin kecit për vjet të tona. Edhe nuk është që rritjet e çmimeve që neve po na vendosen reflektohen edhe në një rritje të mirëqenies ose të ardhurave të Kekut, të rrjedhimisht edhe punëtorëve që punojnë aty. Kështu që konsideroj që kjo është një hajni e radhës, edhe si e tillë duhet me u nal edhe duhet me u kundërshtu masivisht.
Prandaj, tu e di që kjo do të na ndikojë jetën secilit prej nesh, nuk ka qytetar, sidomos qytetarët e klasës punëtore, edhe qytetarët edhe të klasës mesme do të prejkën drejt për drejt pej çdo rritje që është që parashihet ose paralajmërohet në energji. Kështu që pres edhe ftoj që me marrë sa më shumë njerëz, veç t'u bo një numër më i madh na paraqesim një rrezik real për kecin zërejnë edhe qeverinë që nuk është që janë duke i përfillë interesat e qytetarëve. Në postimin e Facebook që keni paralajmëruar protestën, ju keni përmendur që qytetarët po paguajnë edhe humbje teknike. A është kjo normale dhe a lejohet ligjërisht normal? Kjo është një prej absurditeteve që ne shohim që ndodh sa herë që keci bën kërkesa për me urrit çmimin e energjisë elektrike. Për shkak që një pjesë e faturave tona shkon edhe për me ja kompensu humbjet kecit që bëhen për shkak të keq menaxhimit të tyre. Kjo as pak nuk është normale, për shkak që ne çdo vit po paguajmë më tepër për me pas shërbime më të mira, por po përfundojmë tu pas shërbime çdo herë më të këqija. Ne e kemi pa vitin e kaluar në shumë zona, në shumë qytete katune ka pas ndërprerje të rrymës, ka pas punime në rrjet, ka pas ndërprerje të cilat nuk kanë qenë të paralajmëruara, edhe kemi mbet përjedhoj shpesh pa rrymë, pa paralajmërime, në kudimri, edhe kjo vjen si rezultat i keq menaxhimit të kecit. E ky keq menaxhim neve vetë na faturohet, e tash po tentojmë na faturu hala më shumë për me u siguru që profiti i tyre rritet në kurrizin tonë. Pra, krejt çka është duke u tentuar më bosh që margjina e fitimit të kecit me u rrit, edhe me u rrit gradualisht, po themi çdo herë më shumë duke na i faturu krejt dështimet, krejt apetitet e tyre neve si qytetarë. Kjo as nuk është legjitime, as nuk është normale dhe as nuk do duhet me u normalizu. Po kjo është praktika që na ka shoqëruar deri tash. Pra, kurdo që ju ka ndosht paret kecit, na e kanë shti në një përqindje neve, qoftë përmes keskës, qoftë përmes kecit na e kanë shti neve në fatura. Edhe kjo praktikë që është duke vazhdu që sot jetë duhet me u ndalë. Duhet me u ndalë për shkak që po e shohim që çdo herë e më shumë po bëhet më ambiciozë, po bëhet më e madhe. Përderisa na nuk mobilizohemi edhe nuk e kundërshtojmë masivisht, një gjë e tillë ka me vazhdu siç e po e shohim çdo vit. Çdo vit do dalin kërkesa të reja prej kecit që na si popull ju themi amin edhe i marrim për të mirë qena. Por sa mendoni që janë të informuar qytetarët për mënyrën e përllogaritmit të fakturave të rrymës? Mendoj që na mas pari si popull nuk kemi nevojë me qenë aq shumë të informuar për çështje teknike për me pa që kjo nuk është në rregull. Mjafton me i nisi shifrat që çdo vit po thuhet rritet rryma 16%, duhet më rrit 20% çmimi i saj për me pa që diçka nuk është në rregull. Edhe për me tentu që me pas ndërmjetësim, edhe këtë ndërmjetësim do të me pas shteti si përfaqësuesi i jonë dhe si autoriteti i cili na mbron neve, për shkak që na këtu jemi edhe qytetarë, po jemi edhe konsumatorë. Edhe qytetarët, paçka se vjetë të fundit na jemi ekspozuar tepër shumë në lajme, në diskutime të cilat e shprehen edhe tregojnë kështu në mënyrë shumë të detajuar këtë procesin e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Kështu që besoj që disa dije solide i kemi si qytetarë dhe këtu e kemi prej zori për shkak që na është dashur me mësu për me kuptu mashtrimet edhe hajnit që po na bëhen, po gjithsesi nuk është që ne duhemi me qenë ekspertë e energjisë për me e ditë që po na shkelen drejtat tona. Kështu që ne apelojmë më shumë te sensi i drejtësisë dhe te ajo se ne po e shohim që jemi duke u vjedh, jemi duke u varfënu. Pra, paradoksalisht, në një shtet i cili zëre më shumë po thuhet që po lëviz ka mirëqenia, shumica e qytetarëve po varfënohen edhe kjo për shkak që standardi edhe kostoja e jetesës po më rrin në shkallë që po bëhet e papërballueshme. A ka pasur interes nga qytetarët për këtë protestë dhe a do ketë protesta tjera tutje?
Po, ne kemi pa, protesta ka qenë goxha ad hoc, në kuptimin që kemi tentuar me bo sa më shpejt që është e mundur që me kap gjithë bisedën që po zhvillohet në opinion publik. Edhe e kemi pa që ka jashtëzakonisht ndërveprime, edhe ka njerëz që e kanë pritë dhe e kanë thirrë një protestë të tillë. Edhe gjithsesi, unë e thash, kjo protestë është protesta e parë, po nëse një gjë e tillë vazhdon dhe nuk kemi zmrapsje të këtij trekëndshit ket zëre dhe qeveri, ne do vazhdojmë me protesta, me aksione dhe do ftojmë në bojkot kolektiv të faturave të kecit. Nuk mundemi na me vazhdu edhe me pagu faturat të cilat janë faturat që vjedhen edhe që po na vjedhin neve. Kështu që kjo protestë do jetë një hap fillestar i kundërshtimit i cili do pasohet edhe prej protestave dhe aksioneve të tjera që do jemi ndërmarrim varësisht prej mënyrës se si do të shpalosen ngjarjet edhe si do rrjedh këtë çështje. Si e keni organizuar këtë protestë ose në çfarë forme do ta zhvilloni këtë protestë sot? Nëse po flisni për aspektin teknik, protesta ka me njësë të keci, edhe do i kapin të tri këto institucione. Nisim të keci, edhe vazhdojmë të zëreja edhe në fund e përfundojmë të qeveria. Edhe do kemi adresime të cilat janë specifike për të tri këto entitete, edhe për të tjerat e shohim kur t'jemi aty, po shpresoj që do jenë qytetarët edhe... Ju nga kolektivi feminist, a presni reagim nga institucionet pas kësaj proteste? Ne presim reagim, si që ndodhë zakonisht, po jo edhe presim që ky reagim do jetë në stilin e mena qitë hisyve, që shëtë ndodhë zakonisht, po na duhemi me qëndru shumë vigjilent ndaj diskurseve dhe retorikave që po prodhohen këtu ditë. Ne kemi pa që krejt diskursi institucional është me tentu me e arsyetu një propozim të tillë duke na e hedhë fajin neve, që është komplet përveç se e pa qenë, është edhe jashtëzakonisht ofenduese për të gjithë neve. Për shkak që neve po na faturohet çdo ky menaxhim edhe çdo etje që ka keci për me fitu më shumë në krahtonin. Kështu që ne presim që kemi pas reagimet, kemi pas reagimet të stilit që flasin edhe tentojnë me manipulu tutje qytetarin, po na bojnë thirrje që me qenë vigjilent edhe mos merro prej e këtyne mashtrimeve diskursive që bëhen. Për shkak që ne e dim prej historisë që këto diskurse janë mobilizu sa për me qëtësu pakënaqësinë qytetare, edhe me bërë që vendimet të cilat vese paralajmërohen me u marrë, po me u marrë në një mënyrë shumë të shtrume, me u marrë pak më qetë edhe në një kushtrivje më të madhe kohore. Kështu që do i dëgjojmë, do i përcjellim, po do i përcjellim në një mënyrë që me i analizu edhe me i kundërshtu edhe ato. Faleminderit shumë zonja Liridona për këto detaje, shpresoj që do t'ju shkojë mirë kjo protestë dhe do të ketë efekt prej institucioneve. Faleminderit juve, po shpresoj që do të kemi sa më shumë qytetarë.